Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma, miq të dashur, spektator besnik dhe fanatik të programit më të madh të talenteve në Shqipëri dhe në të gjitha trojet shqifolse, Albania's Got Talent. Kemi arritur të shndrojmë të hënat tona, nga sikleti mbaron fundjava, nga e diela na nis gjithë stresi sepse fillon java, po e hëna bëhet më e bukur që u ka nisur Albania's Got Talent. Për këtë nuk e di sa merita kemi, po që jemi munduar gjithmonë të sjellim atmosferën më të mirë të hënave mbrëmje në ekranin e Vision Plus, sikurse në të gjitha platformat ku Vision Plus transmeton. Në YouTube më kanë thënë që bëhet nami dhe meqense jemi në nisje, përshëndesim të gjithë ju komentues, shkrues, kurioz edhe shikues besnik të programit Albania's Got Talent. Arsye kryesore janë talentet pa diskutim. Ne jemi në mbrëmjen e 4, koha fluturon shumë shpejt, sidomos kur kalohet bukur. Po le ta quajmë Albania's Got Talent si një po them planet talentesh. Dhe në këtë planet ku mbizotron talenti kanë ardhur 4 jashtëtoksor, po i them, sepse kush nuk i përket atij planeti për momentin vjen nga galaktika ndryshme, janë 4 UFO. Dhe pse them UFO sepse përgjithsisht kur dikush është shumë i mirë në fushën e tij themi hyaj shi UFO. Zonja Zotrin, kam kënaqësinë që në këtë mbrëmje të 4 kam 4 UFO, nëse më pranoni. Jo. Goni jo. Më pëlqen më shumë Danoç Tirana. Danoç Tirana. Nga planeti Tiran, zonja dhe zotrinja Krondaka. O dëgjoni pak mo, po dhe ti mo Isli, mo gazi bardës mo muqi, po dhe ti je mo shëtë mo dhois. Kemi një prej antareve tona të jurisë, e cila sidomos lidhjen me vajza dhe vogla konkurrente në këtë program e ka shumë të madhe, sepse është vetë dashuri, zonja dhe zotrinj, Adelina Ismaili. Mirëmbrëma Adelina, e bukur si gjithmonë. Ndërkohë nga planeti ku zëri është i përket një tjetër planeti, as nga inga ku vjen, sepse është zë mbi njerëzor, zonja dhe zotrinj Elsa Lila. Mirëmbrëma. Do flasim dhe nga cili planet unë i kam hyrë hartës astronomike, astrologjike, të gjitha, se kam kuptuar nga cili planet vjen Castro Zizo. Konspiracion. Më e thjesht. Konspiracion. Nga planeti Lushnjës. Dhe me këto planete që kanë ndërtuar të gjithë këtë yjësi, e nisim kështu këtë mbrëmje të kapim autobusin e kombinatit. Jeni shumë të mirë, jeni shumë të bukur, po mbi të gjitha keni këtë detyrën e vështirë për të shtypur butona të kuq, edhe nuk e di se sa e vuani së brëndshmi. Ndonjëherë duket, ndonjëherë nuk duket, me thënë drejtën, sepse përpiqeni ndoshta edhe të mos shfaqni të gjitha emocionet që përjetoni teksa konkurrentët gjiten në këtë skenë, por rëndësishme është që tek publiku në shtëpi dhe kudo na ndiqni të përçojmë talent, energji dhe vlera mbi të gjitha, sepse na shikon një familje e tërë. Le të filloj festa! Mirëmbrëma, nga një vajzë strugane, unë jam Edona. Shpeshherë më kanë thënë me këtë zë që ke, do arrish shumë, kështu që mos u ndal asnjëherë. Nga Albania's Got Talent, unë pres thjesht pëlqimin maksimal nga juria dhe thjesht të kaloj një kohë të bukur këtu me gjithë. Sempre felice ti voglio amar. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Unë jam Edona Dalipi, vi nga qyteti i Strugas. Wow. Edona, skena për ty. Faleminderit.
Por Rihanna në jep bekimin tënd kudo që je. Na bekon Rihanna. Lift me up, hold me down, keep me close, safe and sound, burning in a hopeless dream. Hold me when you go to sleep. Keep me the warmth of your love when you depart. Keep me safe, safe and sound. Lift me up, hold me down, keep me close, safe and sound. Drowning in an endless sea. Take some time and stay with me. Keep me safe. We need a light. We need love. Lift me up. Hold me down. Keep me safe, safe and sound. Burning in a hopeless dream. Hold me when you go to sleep. Keep me safe. We need light. We need love. Lift me up in your arms. I need a love. I need a love. I need a love. Hold me. Hold me. Hold me. Hold me. Hold me. Hold me. We need light. We need love. Faleminderit. Bravo! E Dona, do të përmend s'pari kualitetet tua. Je vajzë shumë e bukur, me flokë Faleminderit. bukura, me gjithat bukura. Faleminderit. Hyre me shumë vetë besim, gjë që e përshëndes tek Faleminderit. secili që vjen këtu. Do doja që të gjithë të kishin vetë besimin tënd. E fillove shumë mirë, por nuk e di çka ndodhi më vonë. Mbas e ka ndonjë këngë tjetër të na provonte vajza. Okej. E ke shansin na këndosh një gjë tjetër. Nuk e di cila do ishte ajo skakera jote, shtrati i dur muzikor, në cilin ti ta ndjeje veten të shpërfaqe gjithçka që ti ke dëshirë edhe ta masterizosh më tej, nëse të pëlqen rruga e bukur e këngëtarit, e këngës. Nuk e di, ke ndonjë këngë tjetër që të Po dëgjoj ndryshe? mundet këngë tjetër të provojmë. Unë do kërkoja një këngë tjetër nëse. Hey, this is a story I hate, and telling it might make me break, but I'll tell it anyway. This chapter's about how you said there was nobody else. Then you got up and went to her house. You guys always left me out. I still have the letter you wrote when you told me that. E Dona mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Unë ta dhash anullimin e para. Nuk e di nëse shkaku ishte përzgjedhja e materialit që ishte jo shumë i dur për ty, siç e tha edhe Agroni. Shikoj një potencial tek ty, por duhet punosh më shumë.
kjo është ideja ime. Në rregull, faleminderit. E Dona, unë nuk e shtypa butonin e kuq, është një shpreh diku në Amerikën Latine që thotë që lër një vrim ujë të vogël për të përmbytur shtëpinë. Kështu që unë po e lë një vrim për të shpalosur ti ndoshta në të ardhme për ta mbushur atë shtëpinë me ujin e bekuar të talentit tënd. Provoj vitin tjetër edhe një herë, suksese. Në rregull, faleminderit shumë. Ju përshëndes. Lëri që thonë ata? Ti je shumë e mirë. Shumë Faleminderit. Horrible. Faleminderit. Çdo gjë është vetëm fillimi. Po. Ha? Ne nuk mërzitemi fare. Jo, as Ja, pak. Eksperiencë e re. maksimumi. Po. Dhe do bëhemi shumë të suksesshëm, shumë të mirë për inat të gjithëve. Faleminderit. 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 Emrin e kemi modern. Por performancën e kemi popullore.
Bravo. Na sollët një super atmosferë dhe ju falenderoj, besoj në emër të të gjithë panelit dhe të gjithë publikut se na u duk kur ishim në tasëm. Fantastike. Jari nani hopa, digi dopa. Dhe ju komplimentoj që për moshën e re që keni zgjedhur të çoni përpara vallën tradicionale shqiptare. Faleminderit për mua është një po. Bravo. E kam një ndjenjë që të kam pa vitin e kaluar. Po, kemi qenë edhe në edicionin vjetë. Gjithë respektin tim për ata që nuk heqin dorë kur, heq kapelen. Shumë faleminderit. Hajde një prap vitin tjetër. Pastaj, shumë komplimente për uvertyrën, hyrjen ku ishit vetëm ti dhe vajza, një koordinim i cili m'la pa mend, tamam si Shqiponja dukeshit, ju dy. Pastaj, edhe kur u bashkuan të gjithë tjerë, çdo gjë u bë më madhështore, çdo gjë u bë më e bukur, pastaj ajo pyetje përgjigjet. Shumë më pëlqyen. Një po e madhe nga unë. Shumë faleminderit. Unë nis me një kërcim të veriut, shumë i bukur, qëndron Është në krahinën e Rrugovës. Klasiken tonën të veriut që është patjetër ka shumë jeshi, është një peshë e rëndë dhe në sken, dhe pastaj në mënyrë të papritur që ne quajmë në këto pika jo reflektive se kërcasin, ju filluat direkt me një atmosferë kaj gazmore të valleve të bukurat tironse, me këngët e stërnjora, të dashura për të gjithë ne, jo për tironsit, po edhe për ne të tjerë që semi nga Tirana, jemi bërë Tiranas prej vitesh, do të thoshja pasioni i moshës tuaj, i rinis, i këtij brezi, që dashurohet pas këngës e vallet tradicionale shqiptare, për mua është pasuri kombëtare. Bravo. Tu e kisha dhe unë. Bravo. E unë nuk them dot po. Unë, sepse nuk arrin fjala po, për të thënë që po, ju do të vini sërish. Shumë faleminderit. Jo, nuk po merre me gjithatë që të gjithë kolegët tanë, ne ky është edicioni i dytë, ne kemi kaluar 10 dhe 10, ndoshta edhe 100 kërcime të folkur dhe tjerë e tjerë. Sot ishit mirë, erën tjetër, sot nga mua është një po kështu, Gjigande. për shembull, e di si është sot, unë e urrej miqën e pulës. Po çfarë ka pula të urren tjerë? Por, prit pra, kur kanë në një darkë, kur gruaja më thotë gjore, ke mish pule, po ke dhe spinaq. Ky është një krahasim më idiotes se mund të merret pra. Unë po ju argjoj kohë juve për duke thënë por, vazhdoni, ikni andej ku jeni. Eja gjithë së bashku pra. E kush e bon haremin, E kush e bon haremin, e çunat e Ali Demit, e çunat e Ali Demit. Hopa! Jala nani, hoppa! Digi tap, digi dopa! Jo kaq fort, se duhem prapun. Po do vini prap, thënë? Normal. Hajde, me mish pure me vetë. Kush do mish pure, ha mish sorre. Klarneta është jeta ime. Të dy bashkë kemi bërë një. Kam marrë pjesë në shumë konkurse ndërkombëtare të këtij lloji, por më mungonte Shqipëria, sepse jam shqiptar. Përshëndetje. Mirëmbrëma. Ti e? Erdenaj Sali. Nga vje, Erdenaj? Nga Maqedonia, Tetova. Tetova. Po. Bravo. Bravo. Ke një instrument shumë të bukur në duar, nuk e di se sa i talentuar dhe kompletuar, por çfarë ke zgjedhur sot që shkel në të sken? Sot kam gjetur një këngë Erdh pranvera dhe një këngë turke. Suksese. Faleminderit.
Erdenjet. Erdenajt. Po. Erdenajt. E regjistruar pjesa apo luaj e ti tani? Unë i luaj tani. Tani po luaj e ti? Po. Po. Po mirë se më konfondojsha shumë herë, më duket sikur është një gjë e regjistruar se është aq super perfekcion tamam sa nuk po mbesoj se po luani ju në Perfekcion. Nuk më kanë zënë syt deri sot një talent si ty në këtë instrument. Faleminderit shumë. Nga notat poshtë deri tek ato që janë të pabesueshme për të kapur. Nuk të vetëm bravo, por të lutem se unë jam kështu fiksi magji i muzikës shqiptare, se ajo nuk pësdoj. Kabagjyshin. Jo, dua të... Gjeneral Gramofonin. Gjeneral Gramofonin e luan? Po. Pa të lutem të qajmë bashkë. Gorgonin. Jo, që t'jemi si i kep, me lojën dhe talentin tënë, unë 2-3 herë jam bërë gati të godas Goldbazerin, por unë jam i natyre që të presun tani, 3 muaj dalë shprap ti, kjo së më përqen. Qa bjen tot janë të orkestrës? Unë them një pot të madhe me zemër, po këto femrat e bëjnë më të bukur. Faleminderit shumë. Bravo. Qish na bane ta i gjallë të tove qish na bane. Apo, a? Na e ke nëzirë nga ADN-ja, e ke qa me lot kur dole. Kështu. Faleminderit shumë. Kur dole elegant, me veshje të zeza. Faleminderit shumë. I qetë. Pash, klarineti. Po që të shkonte me klarinetën, pra. Pash, ka me hangër klarineti, se ishte shumë i qetë. Po ti e zotëron aq mjeshtrisht, uroj që kur mos ta braktisësh këtë instrument, as për TikTok, as për kur gjatë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Edenard, sa vjeç je? 16. Oh, mamma mia. Jam akoma më impresionuar duke ditur moshën tënde. Ti je klarineta vetë. Faleminderit. Je një talent i pa diskutueshëm. Faleminderit. E kisha mishin kokra gjatë gjithë performancës tënde, isha emocionuar dhe gati nuk po merja frym.
Aq shumë ti ishe njësh, jo vetëm me instrumentin, por me muzikën ishe njësh. Sepse është ndryshe ti biesh një instrumenti dhe është ndryshe të bësh muzikë. Dhe ti sonte ishe njësh me muzikën. Ishe një pasion unik, një perfekcion, intonacioni perfekt, teknika perfekte. Dhe për moshën që ke ti luan si kur të kishe 30 vite që luan klarinet. Bravo, bravo, bravo. Faleminderit. Erdenaj, teknik shumë e mirë, simbios me instrumentin në mënyrë më të shkëlqyer të mundshme parë deri më sot në vazhdim asaj që tagonin në instrumentin përkatës. Mendoj që nuk je profesionist, duke qenë më profesionist se shumë profesionist. Faleminderit. Më befasove, një po shumë e madhe dhe nga mua. Shumë faleminderit. Po, gjithë qysh. Faleminderit shumë. Bravo. Nuk e di nëse keni vënë re miq, po në jetë është shumë e rëndësishme përveç punëve të ndryshme dhe aktiviteteve, edhe të ndalojmë pak fare, të marrim pak kohë, të marrim frym, edhe të kuptojmë se çfarë kemi bërë deri tani në këtë jetë. Po mbi gjitha është e rëndësishme ndalojmë dhe të pim ujë miq, sepse nëse duam një organizëm që funksionon më së miri, duhet patjetër të hidratohemi me më të mirën e treg. Faleminderit ujit qafshtama që mundson edhe spektaklin Albania's Got Talent. Faleminderit për mbështetjen. Do të shkëputemi pak fare për disa minuta publicitet dhe rikthehemi në skenën e talenteve. Skeni nga shkoni, këtu do vini të gjithë. Misionet që nisim ne i përfundojmë, sepse ne jemi Earth Angels. Këndojmë nga larg me dashuri, moj arbëri. Të parë tanë me breng të lanë, sa koma nuk të panë. Por sot si lule më jeti, moj shqipëri. Falët e detit shkumoj në plotar, bashkë me shok në bre kemi dal. Sa kemi ma, s'ka detiva, o moje bukur arbëri. Shikojmë nga larg, mendojmë për ty, o moje bukur shqipëri. Finale, mi piace. Finale a bukur, bëhet qenë. Mirëmbrëma vajzat e bukura. Mirëmbrëma. Nga vini?
Nga Durrësi. Oh, nga Durrësi. Atëherë do ta nis njëri nga elementët pozitiv që ju na sollët sonte. Së pari, jeni shumë të bukura. Faleminderit. Veshja më pëlqeu shumë. Koreografia ishte shumë e bukur me një finale spektakolare me flamurin ton. Faleminderit. Gigant. Që valvitej me të gjitha ju poshtë aty si shtoj zovalle. Por kam një kritik. Koordinimi kur kërcehet në grup, ashtu si kur këndohet në kor, është themelor. Prandaj, për mua është një po, pak me rezerva, sepse në raundin tjetër duhet të keni kujdes me koordinimin. Unë, ndryshe nga Elsa, nuk kam në një, ku e dion tash, në një pëlqim shumë të madh për ato rrobat, se kam përshtypjen gjatë gjithë kohës më shumë ju prishën punë se sa ju pra ju ngushtuan, nuk kishit aq të lira, se gjithë kohës kishit mendin aty, mos rrëzoheshit e tjerë. Duke pas parasysh moshën tuaj, por nga ana tjetër duke pas parasysh edhe skenën që ku jeni ku performuat, është skena më e rëndësishme në gjithë trevat Shqip Force, pra kur vihet aty pretendimi jon, por dhe juaj me veten tuaj do të jetë shumë i madh. Unë personalisht kam thyer shumë zemra në jetë që ta vazhdoj me ju sonte, kështu që edhe nga mua është një po. Por kujdes për performancën tjetër. Okej? Mirë se erdhët shqiponjat e vogla të Durrësit. Kush do vi me mua nga Durrësi në Prishtinë? Unë duk sikur se po vraponit me shumë ngulm që të jeni të sakta. Dhe kjo nuk është ajo që duhet të jetë në koreografi. Koreografia, vallëzimi duhet të përjetohet me gjithë shpirt. Dhe vetëm atëherë do të kemi diçka të bukur, diçka që do na dhuroj emocion, diçka që do na dhuroj spektakël, dhe atëherë do jeni vetvetja. Nuk diskutoj fare për ponë, problemi gjithë është që i përcillni koreografit ose koreografes falenderimet për pjesëmarrjen dhe njëkohësisht na sillni ngjyrat e moshës. Bravo. Më pëlqen shumë. Bravo. Bravo, vajzë. Faleminderit. Bravo. Keni 4 po. Paçi. Bravo, bravo. Bravo, am ka fiksim, Dëgjoj, sa të mira jo, po unë ju kam fiksim të gjithave, apo të jot. Ti jam duke të përqapova kot. Për shko më quna atje. Po, të beson për juve, po ishit shumë të bukura, vini shumë të mira. Pa tjetër, po këthemi pa nga kamera se kemi aty. Dëgjoj, shumë bukur. Koreografia vështirë, po gjërat e vështirë janë dhe të bukura, se skena është e madhe, apo jo? Goca këtu, jam këtu. Me një poz shqiponje, përshëndesim gjitha ta që në ndoqë. Edhe, suksese për etapën tjetër. Unë kam disa talente. Kam artin, mund të pikturoj shumë bukur, kam modelingun, kam aktrimin, por gjëja që mua më pëlqen më shumë është bateria. Tani është momenti final countdown. 3, 2, 1. Albania's Got Talent.
pak kohë. No, gjatë ritmit. Po thua. Akoma se ka kuptuar që ka një të kuqe. E ka energjinë, e ka gjithë gjë, do ka shtrejtat në një ditë. Kam nevojë të ulem. Më në fund the final. Unë quhem Hermes Qeku. Jam 12 vjeç, edhe di të pikturoj, të bëj modeling, të aktroj dhe gjëja që unë dua më shumë nga gjitha të luaj baterisë. Hermes, mua më janë shumë interesant, me gjë atë kam përshtypjen që çalon pak tek përzgjedhja muzikore, domethënë në qëllimin tënd ose të atyre që janë marrë me ty ose që merren me ty muzikalisht apo skenikisht, kam përshtypjen që kanë kamufluar ose duke dashur në bazë të këngës që ti vure, ose interpretove, doje që të fitoje zemrat e publikut në bazë të energjisë të madhe, duke lënë veten tënde në plan të dytë. Hermes, mirë mbrëma, mirë se erdhe. Në rast të parë të përgëzoj dhe të uroj që në moshën tënde ti ke kaq shumë pasione dhe kaq shumë talente dhe që impenjohesh në to. Të përgëzoj për zgjedhjen e baterisë instrument muzikor, sepse duhet të dish që është një nga instrumentet muzikor më të vështirë në absolut. Faleminderit. Ke qenë shumë konstant në ritmik gjatë gjithë kohës, përveç disa rëshkitjeve ritmike në disa momente, gjë që më bëri mua të shtyp butonin e kuq. Hermes, mua më more zemrën me energjin, me tundjen e kokës, me shikimin,
me gjithat pasion që e hodhe në bateri. Prandaj, unë mendoj që ti e meriton edhe një shans. Faleminderit. Që të shohim në dritën e plot se çfarë do të bësh. Kjo është mendimi, një po e ke nga unë. Faleminderit. Poja! Hermes, Gjepi. shpirtërisht isha me ty në gjithë entuziazmin, energjinë dhe transmetimin e asaj që ti performoje. Unë nuk do merrem me teknalitetet, për arsyeën e thjeshtë se nuk është pjesa ime. Unë do flas për atë që ti transmeton. Ti merr pjesë i gjithi në lojë, në instrument. Ty të luajnë edhe syt, ti e shoqëron këngën. Pra, unë mendoj se ti bëhesh një baterist shumë i mirë. Për mua, ti ke shpirt që e përcjell. Hermes, ti e ke parë atë filmin që është Hermes i Kingu i bukur, që luan dhe aktor bravo të qoftë. Për mua ti do bishe dhe një tjetër dhe... Po! Faleminderit. Lër mikrofonin, ulun bateri. Ti nuk del nga kjo skenë nëse nuk i bie edhe njëri qemones. Sa bukur qemone. Bravo. Mjafton, bravo. Dëgjoj. Po, Hermes, po. Faleminderit. Si ja kalove? Si shkoj çdo gjë? A shkoj si që mendove? Po. Kuje. Urime, bravo. Faleminderit. Çfarë do na rezervosh për etapën tjetër apo si dihet? Është surprizë. Të mbledhë mirë kallaballokun. Suksese. Faleminderit. Emocione. Skena ka gjithmonë emocione, por jam mësuar të kontrolloj ato. Kam marrë pjesë në filma, në reklama, kam qenë këngëtare, aktore, prezantuese, jam një gocë televizioni. Sonte në Albania's Got Talent shpresoj që të kënaqem dhe të kem kujtime sa më të bukura. Mirëmbrëma! Mirë se ju gjeta të gjithëve, mirëmbrëma publiku, mirëmbrëma juria. Mirë se Shi, për që nga kjo shpuz? Unë jam i Magalliu dhe jam 12 vjeçe. Dëshira ime është të bëjmë një prezantuese e famshme, por sot kam përgatitur diçka tjetër. E gjeni dot se çfarë? Jo, nuk e gjejmë dot. Gjeni dot? Na jep një ndim të vogël. Del në sken. Mund të dalësh në sken me këtë gjë. Ndim shumë e vonë, nuk ju ndihmoj dot se gjë direkte. Këngëtare? Po, këngëtare, pra këngëtare! Do këndoj si gjithë shqiptarët e tjerë. Gjithë më regoni. Like a river, 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 like a river. Shut your mouth and run me like a river. How do we fall in love? Harder than a bullet could hit ya. How do we fall apart? Faster than a hairpin trigger. Don't you say, don't you say, don't say, don't you say. One breath, it'll just break it. So shut your mouth and run me like a river. Shut your mouth, baby, stand and deliver. Holy hands, will it make me a sinner? Like a river, like a river. Shut your mouth and run me like a river. Don't this
frazat I ka shumë të bukura, fillojnë mbyllën shumë mirë. Tales of an endless heart, curses of fools willing, can't take the way we are. One kiss away from killing. Don't you say, don't you say, don't say, don't you say. One breath, it'll just break me. So shut your mouth and run me like a river. Shut your mouth, baby, stand and deliver. Holy hands, will it make me a sinner? Like a river, like a river. Shut your mouth and run me like a river. Choke this love till the veins start to shiver. One last breath till the tears start to wither. Like a river, like a river. Shut your mouth and run me like a river. Nuk e di pse zgjedhin këto materiale, pse? Shut your mouth, baby, stand and deliver. Holy hands, will it make me a sinner? Like a river, like a river. Shut your mouth and run me like a river. Choke this love till the veins start to shiver. One last breath till the tears start to wither. Like a river, like a river. Shut your mouth and run me like a river. Faleminderit. Niku gjysma e punës. E ke emrin? Ima. Sa emër të bukur që ke? Faleminderit. Bravo. Dhe je një voglushe shumë e bukur. Faleminderit. Është dhuratë e Zotit, apo jo? Dhe the ëndra jote për të bërë prezantuese dikur. Mua më pëlqeve shumë dhe unë do t'jap një po me zemër. Faleminderit. Një po në xhep. Ema ke shumë prezencë skenike. E mbërtheve publikun kur dole në fillim me ato batutat e tua, që është një plus I madh në këtë shekull, sepse të vërton më lehtë. Për ndryshe më pëlqeu çdo gjë tjetër dhe nga unë një po. Faleminderit. Ema, përse ke zgjedhur këtë material sonte? Të pëlqente kjo këngë apo ti mendoje se kjo këngë do të nxirrte gjithë potencialin tënd? Më pëlqen edhe kënga, sigurisht, nuk mund të mendoj se do ngjante më bukur nëse unë zgjidhja një këngë që edhe pëlqej, sepse edhe konfidenca është me ulët kur nuk e pëlqen një këngë. E kuptoj. Mendoj unë. Po edhe mendoj se mund të më nxjerrte pak vokalin. E kuptoj. Mendoj se ke potencial jo vetëm për muzikë, por në përgjithësi për të qëndruar në skenë, sepse ke një prezencë, ke një lloj energjie përveç bukurisë. Dhe unë besoj se jeta jote do të jetë e lidhur me skenën, nuk e di nëse ashtu siç ti e the me prezantimin apo me këngën. Por mendoj se duke qenë se je vetëm 12 vjeçe, ke përpara shumë mundësi për të përmirësuar dhe shumë shanse për të ecur përpara në jetë, prandaj nuk dua të jem unë ajo që ta ndërpres rrugtimin tënd që në fillim. Kështu që për mua është një po. Faleminderit. Me më shumë impenjim për fazën tjetër, të lutem. Dakord? Ema, një po dhe nga mua sonte. Shumë faleminderit. Por ta dish që herën tjetër asnjëri prej ne të katërtve nuk do të jetë kaq I mirë sa sonte. Faleminderit. Bravo, bravo.
kushdo që nuk ka provuar Golden Eagle ka humbur shumë energji. Shpeshherë më pyesin si ja bëni që e nisni me kaq shumë energji, po e mbyllni po aq me energji programin, sepse të gjithë ne bashkë me jurinë tonë të nderuar konsumojmë Golden Eagle. Kjo shpjegon shumë. Faleminderit Golden Eagle për mbështetjen e Albania's Got Talent. Do të rikthehemi vetëm pas pak. Qëndroni në ekranin e Vision Plus, vijojnë talentet gjithë në skenën tonë. So, little Goca challenged me to a dance battle. Been learning traditional Albanian dances with my folks, my Chuni over here. But I'm here to sing, you know. I'm from the USA. My name is Elijah Starr, and I'll be playing a little piano, singing a song or two. Hope you enjoy. Albania's got talent. I'm just saying. Për të pirë një Golden Eagle tani edhe. Guess it's true, I'm no good at a one-night stand, but I still need love, 'cause I'm just a man. Yeah, these things never seem to go to plan. I don't want you to leave, won't you hold my hand? Won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. Stay with me. Why am I getting so emotional? No, it's not a good look. Have some self-control. Deep down, I know this never works, but you can hold me tight so it doesn't hurt. Ooh. Stay with me, 'cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. Yeah, stay with me. Well done, bravo. Hello. Përshëndetje. How you doing? Good. Jam mirë. Who are you? What's your name and everything? Okay, good. Elijah Starr. I'm from Unë jam the nga United Shtetet e States, Bashkuara, California, originally. California, në origjinë. Welcome to Albania. Unë të prezentoha një talent me të vërtet jashtëzakonshëm, megjithatë nuk e di pse në një mënyrë ose në një tjetër ti e ke kufizuar veten tënde sonte në këtë pjesë. Kjo që ti bëre sot personalisht mua nuk më bind, jo për një po dhe jo, sepse nuk e diskutoj pon sot me atë ti çfarë je. Por do pres edhe një komentit e të gjithë kolegëve dhe personalisht unë do dua që të dëgjoj, të prekësh pianon veten me një pjesë tjetër. Elijah, mirë se erdhe sonte në Albania's Got Talent dhe komplimenta për performancën tënde, sepse është e vështirë të luash piano dhe të këndosh në të njëjtën kohë. Natyrisht, sipas mendimit tim si muzikante,
edhe ti gjithashtu je një muzikant, tashmë besoj edhe i pjekur do të thoja dhe gati për të shpalosur talentin tënd. Por ashtu siç tha Castro, jam dakord me Castron për faktin që potenciali yt sonte nuk u tregua plotësisht, fal materialit të gabuar për mendimin tim që ti kishe përzgjedhur. Por megjithatë për mua është një po e madhe dhe shpresoj që radhës që vjen të na sjellësh një material ku ti të shpërthesë Lasha. Faleminderit. Welcome to Albania. Sa do rish nga ato pyetjet? Edhe unë ndaj mendimin e kolegëve të mi që kënga nuk ishte ajo që ty të përfaqëson më së miri. Mbase ishte kënga ajo që të kufizonte. Gjithsesi, e tha edhe Elza, të performosh në piano edhe të këndosh njëjtën ku nuk është fare e lehtë. Ishe në falseto gjithë kohën edhe po mendoj që kjo të kufizonte, të vënte pak të mos jesh 100% vetvetja. Gjithsesi, unë mendoj që ti meriton të jesh prap me ne dhe dua të dëgjoj prap. Ku di unë me ndonjë R&B as. Faleminderit. Po. Stili yt pak a shumë dha disa ngjyrime të mos gaboj në momente veçanta, impostimi yt jepte një lloj Michael Bolton, më vinte pak në ato ngjyra. I'll take that. Edhe pse në momente veçanta prita që të ndryshonte mënyra dhe stilit të duarës, diku do dilje, dhe ajo kaloi përsëri në atë kuadrin e baladës, e baladë shumë e bukur. Për mua mënyrë dhe falseta dhe kalimet e tua janë shumë të vështira. Appreciate you. Faleminderit. Faleminderit. Ellaja, duhet kujtoj një gjë që është thelbësore. Kjo juri që është këtu është juria më e rëndësishme në trojet shqiptare. Kjo skena këtu është skena më e rëndësishme artistike të paraqiturit talentit në të gjithë trojet shqiptare. Që do të thotë, kjo gjë nuk duhet diskutuar më, që nga vështirësi ti bish pianos edhe të këndosh. Që po t'jetë kjo vështirësi ti bish pianos edhe të këndosh, shko te konkursi i shkollës edhe nuk hajde këtu. I ke rënë ndonjëherë pianos edhe ke kënduar? Unë, gjithmonë e bëj. Bravo, bravo. Unë jam e josh gruan me këtë gjë. Mirë, një po që mirë s'ka, stonoj shumë ato stonimet janë më të mirat koni. Jo, nuk do ta lë me lajën ti kështu. Pa lagur i themi ne, është një shprehje shumë modeste, kaliforniane e jona. Ke 30 sekonda performosh çfarë të duash ti tani. Poja ime nuk është e sigurt. And flows of angel hair, ice cream castles in the air, feathered canyons everywhere. I thought of clouds that way. Oh, but now they only block the sun. Rain and snow on everyone. So many things I could have done, but clouds were in my way. For the haters. Sa njerëz janë të lindur për të qenë në skenë? Yes! Aman të vjerësida, mo Castro, Dijëm. Ja, man. Faleminderit. Bravo Lasha. Faleminderit. Hey man. Hey brother. They made you sweat. A little bit. Up there, yeah? Just a little bit. Me thonë, na hoqëm sikletë madhi, themin në Shqip. We have an expression in Albania. Yeah, I'm not gonna say it, but people know. It was tough, right? It's a little bit. They made me sweat up, like you Më said. bën pak të djersisë, po. Ishin të drejtë në lidhje me interpretimin. Ishin të drejtë me kritikat. Yeah, they were fair. Ishin të drejtë. Really nice. Yes.
I wish you all the best. Thank you. See you again. Do e marr lekun, do e vendos në dorë. Okej, tani unë poshtë dorës time kam një magjistar të vogël që ai do nxjerrë dorën edhe do zhduku lekun, shiko. I ka herët nga Shqipëria. Vetëm 13 vjeç emigrant. Profesioni im është prestigiator, iluzionist, mentalist. Ka marrë pjesë në shumë skena nëpër botë, por të marrë pjesë këtu në skenat e Shqipërisë është një krenari e madhe për mua dhe një mall shumë i madh që kthehem në vendin tim. Jam dashnor Bushi. Për amerikanët ku jetoj, jam lover Bushi. Gjithmonë pas performancave ka shumë njerëz që më kërkojnë, a mund të marrësh dukesh gruan? Problemi është se unë kam pasur gruan time asistente, e kam zhdukur disa herë, po ajo kthehej përsëri. Përshëndetje, mi mbrëma. Është kënaqësi e madhe për mua të jem këtu sonte. Unë quhem Dashnor Bushi, kam lindur në fshatin Luzi Vogël në Kavaj, por jeta ime është ndërtuar me aventura nëpër botë si një pjesë e madhe e shqiptarëve. Në moshën 13 vjeçare kam ikur për herë të parë në Itali, më kthye nga Italia ika në Greqi. Pastaj ika prapë në Itali dhe kam 12 vjet që jetoj në Amerikë tani. Jam bërë shumë artikuj, faleminderit. Jam bërë shumë artikuj për emigrimin. Unë këtu kam sjell disa copa gazete, po do ishe bukur se kur të kishim një gazetë. Wow! Faleminderit. Jam i sigurt që këtu është edhe një pjesë, një artikull për sa i përket jetës time. Është diku më falni një sekondë se duhet jetë. Wow! Diku jam i sigurt që kam sjellur gazetën e duhur. Edhe besoj ndoshta është këtu mbrapa. Është. E di çfarë lëre fare. Tani do dëshiroja krevate ta lexosh. Po. Do dëshiroja të afroja teoria të bëhet diçka nga afër. Po, patjetër. Nëse më lejoni. Jemi e pritur. Faleminderit. Atëherë do dëshiroja të bëhet diçka interesante nga afër, diçka të bukur. Le ta fillojmë. A mund të flasim në njëjës? Po, patjetër. Agrona, mund të fillojmë me ty? Po, patjetër. Atëherë, po filloj gjithmonë se agron, alfabet, abetare. Është edhe Adelina. Po, jam unë agron. Agron, po. Në rregull. Atëherë, un kam këtu diçka që kam sjell nga shtëpia të gjithë. Kemi janë gjëra që ndodhen në shtëpi, një shami. Unë se kam një tim. Edhe nuk e shami. Të tillë jo. E ke në xhep. Jo, të kuqe. E ke në gjyrë tjetër. Po, jo si jo, okay. Në rregull. Kjo është një shami dhe këtu kemi një gjelpër me kyç. Mbërthec, themi. Mbërthec, okay. Shumë bukur. Tani a mund ta heqësh këtë, vetëm është thjesht që të shikosh. Teq paramanda. Duhet ta hapësh, po. Mbërtheckën. Në rregull. Ajo është një mbërthec e rregullt apo jo? Ta vendos tu tani unë që të vi shamia këtu. Po, jo, shiko, unë dua që ti ta kontrollosh. Këtë. Domethënë ajo është e rregullt apo jo? Po, është shumë e rregullt. Po mos ishte e rregullt, unë ja ta kontrolloj. Është e rregullt, është e rregullt. Adelina është e rregullt. Shumë bukur. Është e rregullt. Është super e rregullt, ja. Kllaq. Agron, t'jap dhe shamin mund të bësh numrin, e kupton? Jo se bësh aka, shiko. Kjo është një mbërthec shumë e interesante sepse unë kur e vendos këtu, ti për ta hequr duhet ta zbërthej apo jo? Po patjetër. Atëherë unë qofse vetëm e rrotulloj kështu, Adelina të lutem vetëm fry shamis. Agron, tërhiqe mbërtheckën? Tërhiqe? Wow! Faleminderit. Shiko, se publiku mund mendoj përse e mbuloj mbërtheckën. Tani do e bëj. Sa moshë ke dashi? 48. 48. Kur kam qenë ushtarun në Lekajt Kavajës, ti aty ke qenë. Aty. Luz. Shiko, tani të lutem mund ta mbash shamin këtu sepse ndoshta publiku më don pse e mbuloj, domethënë gjilpërkapsën. Tani ne do e vendosim gjilpërkapsën këtu, edhe do e shikoni edhe ju, por edhe publiku, që kjo nuk lëviz nga këtu, apo? Jo, nuk lëviz. Mund ta kontrollosh, në rregull? Tani, Agron, mbërthecka është okej. Në rregull, është afër teje apo është afër meje? Mbërthecka është, domethënë, është më afër nga ajo. Është më afër nga ty nëse do ishe këtu tek mua. Okej, dakor. Por unë mund të bëj të kundërtën pastaj, se nëse e mbar mbërthecën lëviz kështu, ajo lëviz këtu, e kupton? Wow. Lëvizë.
Nuk lëviz Jo, apo jo? nuk lëviz. Shiko, po ta marrim mund ta mbaje? Më fal. Nuk ka problem, mund ta afrojmë edhe më afër, e këtu, e kupton, shiko. O zot. O zot. Ua. Tani do e zbërthej edhe ti mund të mirësh me këtë pjesë. Kisha dëshirë të merrem me zonjushat. Mbaj dashi? Po. Mbaj dashi. O dashi? Nuk ecën. Jo, goni. Jo. Është e pamundur. Kjo është dilemë për mua sepse nuk e di se si. Për mua është trilemë. Shumë faleminderit. Si Adel. Wow. Është profesioni im. Jam përsigjator. Atëherë, do kisha dëshirë të bëja diçka me letra. Letrat janë pasioni im. Elsa, ke një pako letra? Jo. Atëherë përdor të mia, s'ka problem. Kam unë një pako letra, kështu që siç e shikon këtu kemi letra të përzierë, edhe unë dua që ti të marrësh një letër, t'ia tregosh kolegëve, edhe publikut, edhe ta mbash mend letrën, zgjidhe çfarë letre don. Në rregull? Pëlqen letra? Ngre ta shikoj publiku? Në rregull, vendose letrën këtu. Tani unë do e vendos letrën mes letrave. Në qoftë se nuk e gje letrën tënde me të parën, ti fiton 100 euro. Jo nga unë, nga Agroni. Jo nga unë, bëj 1000. Bëj 1000. Vendosi të lutem duar kështu. Nazat bukura. Ishe kollaj? Jo, sepse Varet nga magjistari. Letra jote ishte kuqe, me zemër, 4 me zemër. A ishte letra jote po apo jo? Ja. Jo? Shiko, gjithë bën gabime. Nëna ime ka bërë një. Se ti e gabim për. Pa letre kishe. Të gjithë jemi gabimër. Duhet të tregoj? Cila ishte letra jote? Thuaj. Shtata. Me? Ezez. Me dipike. Me maç. Maç. Po pse nuk të dha 7 maçu? Jo. Ta shikoj? Më dhe një letër të kuqe 4. Ta shikoj. Ama. Shtata është një letër speciale, është pavarësisht se është edhe numër. Po, mbaroj me numrin dhe pastaj do. Atëherë shtata është një numër me llak. Nëse hedhim letrën ajo vjen mbrapsht, e kupton? Tani nëse vendos letrën mes letrave ajo vjen sipër. E marr e vendos në mes të letrave. Mjafton një snap edhe ajo vjen sipër. Okej, do e bëjmë me shumë kujdes. Shiko vetëm faleminderit ajo. Faleminderit. Është e rëndësishme që mos mbyllni syt sepse aty ndodh gjithçka. Kur mbyllni syt ndodh gjithçka, kështu që do e bëjmë me kujdes letrën mes letrave. Tani do e shtysh vetë letrën. Shikon letrën që është mes? Do marrim 1, 2. Ajo prap vjen sipër. Shikon? Do e vendosësh vetë letrën mes. Ja, marrim ta vendosim mes, ajo prap vjen sipër. I 10-a. Fry. Edhe 7-a. Që ka 5-a. 5. Fryja dhe vetëm fryti. Ikun mes. Shikon? Tani, në qoftë se ne e kërkojmë 7-ën, 7-a nuk është në mes të letrave, por është sipër. Okej? Është 10-a. Do i frysh vetëm ti, në 7-a. Mama mia. Okej, do e shtysh vetë letrën mes, do e marrim letrën, do e vendosim këtu, shtyje vetë letrën mes. Garda të Qëra ndodhin kur ne nuk shohim. Diku mund mendoj sepse unë kam më shumë se një 7. Dashi, më fal. Kështu luan me gjitha letrat? Po. Po me letrat anonime? Edhe me letrat anonime. Tani, që publiku të besoj që është e vetmja letër, unë dua që ti të shkruash diçka në letër, që ti jetë e vetmja letër që ekziston. Adelina, mund të shkruash atë diçka? Elsa. Shumë bukur. Elsa dhe Adelina. Ulix. Tani, është shumë e rëndësishme ta marrim letrën dhe ta vendosim. Nuk ka rëndësi se çfarë letra është, sepse mund të ishte çfarëdo lloj letre. Ta marrim letrën dhe ta vendosim me kujdesin mes letrave. Nëse unë i përzil edhe me 2 duar, aty njerëzit mendojnë se aty ndodh prestigji, do i përzi vetëm me 1 dorë, po unë xhep kam portofolin edhe kështu që duhet që ti ta mbash portofolin. Në rregull? Do e gjej letrën tënde me 1 dorë. Okej. Dhe siç e bëjmë parë, nëse unë e hedh letrën kështu ajo kthehet mes letrave. Nëse hedh nga kjo anë, letra ikën. Edhe shkon në xhepin e Agronit. Nuk e besoj dot. Mos e na çmendë fare po letra. Ku do të xhep Agron? Mos kam xhep fare. Jo, në xhep pantallona.
Oje, çmendur ti? Jo. Vetëm këto kam që xhepat. Nuk është aty. Xhepat kam. Do ishte numri i bukur sigurt ishe aty, apo jo? Po shiko, letra shkojnë në xhep agron, por nuk ndaloj aty. Se? Letra shkojnë në xhep, por nuk ndaloj aty. Ne këtu kemi portofolin, ne letrën vendosëm mes. Tani do hapim portofolin. Portofoli është me zenxhir, edhe brenda kemi një zarf. Zarfi është i mbyllur, mund ta kontrolloni Castro, të lutem të shikoj zarfin, është i mbyllur nga të gjithë anët. A është i mbyllur? Me zam madje. Okej, a është i mbyllur zarfi? Në rregull, Adelina, shikoj të lutem zarfin është i mbyllur. Shumë mbyllur. Po. Okej, Agro? Të lutem, grise me kujtes. Grise me kujtes. Edhe të shikojmë çfarë ka brenda. O zot. O. No, Jo, s'ka mundësi. Me firmën tënde dhe me firmën e Adelinës. Nuk e besoj dot. Po për zotin. Nuk e besoj dot. Një minut. Dashi do më falësh, e? Unë po filloj Një minut pra Elsa, Edi Rama shkon deri në Kuq për të fituar zgjedhjet. Një minut. Alo. Edo qa bërë, Agronllaka jam. Por të kam gjetur letrën e fatit, hajde i dhe këtu, apela, Got Talent, i ketë fituar zgjedhjet me këtë ore. Ore, me këtë e ka këshu ky, voto për Berishën të del për ty. Gjithë njerëzit mendojnë se prestigiatorët përdorin duart, apo mëngët, apo xhepat për të fshehur letra. Jo. Do e marrim letrën dhe vendosim këtu. Okej? Të vjen. No! Kjo është për ty edhe Castro, mos kujto se kam mbaruar jam Se ta harrova. Por para se të largohem, para se të vi tek ty, do doja t'ja dhuroja këto letra publikut, edhe pastaj do kthehem te ty Castro. Në rregull? Kali. Non ci credo. Nuk e besoj dot. Djali, nuk janë lek, janë letra. Hop, s'ka gjë, tek unë e prisja. Wow. Goditja amerikan. Faleminderit. Bravo! Bravo! Tani, si që thash, Castro, para se të largohem, unë kam një surprizë, është një video që kam xhiruar, një parashikim, një eksperiment që kam xhiruar para se të vi këtu. E kam xhiruar me telefon. Po? Pikërisht për ty. Për mua? Po. Po mendimin e juris do shikojmë se çfarë është në telefon. Unë do bëj play videon. Është një video që unë kam xhiruar. Aha. Do e bëj play. Albania's Got Talent, përshëndetje nga New Yorku. Faleminderit që merrni pjesë në këtë eksperiment. Ky eksperiment do bëhet me ty, Castro. Unë dua që ti të mendosh një numër nga 1-shi te 100-ta. E di që je rrethuar me njerëz, po për momentin numrin mbaje vetëm në mendjen tënde. Para se të dëgjojmë këtë video, unë këtu kam shkruar një numër. Tani, Castro, për herë të parë, thuaje me zë të lartë, cili është numri jot? Do ndaloj videon, Castro, një numër nga 1-shi te 100-ta, çfarë numri duash? Po duhet ta them. Po. 97. 97. Shiko, do e bëjmë play videon. Edhe të shikojmë. Interesante. Çfarë numri do dali? Shumë interesante. Siç thash më parë, unë këtu kam shkruar një numër. Jo një numër çfarëdo. Por numrin tënd. Unë quhem Dashnor Bushi dhe kaq kisha për ju sonte. Faleminderit. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit. Shumë faleminderit, unë kam marrë pjesë në shumë skena në përbot, po është një kënaqësi e madhe të marrë pjesë
në skenën e vendit tim. Shumë faleminderit. Biserdhe në Albania's Got Talent, biserdhe në finalin e Albania's Got Talent. Bravo. Bravo. Jashtëzakonshëm. Jashtëzakonshëm. Faleminderit. Faleminderit. Unë do doja ta bëja këtë gjë, i ende nuk e besoj dot. Unë jam e shokuar. Unë jam njeriu më skeptik i mundshëm, sidomos i këtyre jashtëzakonshëm. Bravo. Jam impresionuar. Jam pa fjalë. Faleminderit shumë. E zbulova unë të vërtetën. E zbulova unë. Do ta them. T'ja tregoj publikut? Po. Ky është artist i jashtëzakonshëm. E thash të vërtetën. E the. Dashi. Fantastik. Bravo. Shumë faleminderit. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Oh, how I'm beginning to be an optimist about this. How I'm beginning to be an optimist about this. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Kjo e vogël, kam performuar, kam kënduar në shtëpi, jo në skena. Sepse e mendova se skena ishte një vend shumë i frikshëm, më krijon ankth. Është koha që unë të dal në skenë dhe të jap maksimumin. Ky nuk është vetëm një format talentesh, ky është një format që mund gjesh miq të ri. Zemra Buçi, zemra. Is your lover playing on your side? You say he loves you, but he ain't got time. Here's the answer, so come and get it while you still got time. Hey, full of honey, just to make him sweet, just to fall in, just to help him see what he's been missing. So come and get it, why knock down price? Hey, get your boys on his knees and repeat after me. Say, take a sip of my secret potion, I'll make you fall in love. It's spell that can't be broken, one drop should be enough. But you belong to me, I got the recipe, and it's called black magic. Magic. Take a sip from a sacred potion, once they say you'll be mine. It's a spell that can't be broken, it'll keep you up all night. But you belong to me, I got the recipe, and it's called black magic. Called black magic. If you're looking for Mr. Right, need that magic to change you overnight. Here's the answer, so come and get it when you got time. Hey, get your boys on his knees and repeat after me. Say, no, take a sip from my secret potion, I'll make you fall in love. For a spell that can't be broken, I just should be enough. But you belong to me, I got the recipe, and it's called black magic. Magic. Take a sip from my secret potion, once they say you'll be mine. The spell that can't be broken, it'll keep you up all night. Belongs to me. Your room, Mom? Si quhesh, mirë mbrëma.
Mirëmbrëma, quhem Alisa Shtylla. Alisa, çfarë të pengonte duke pasur në dispozicion çdo gjë që një artisti vërtet mund të kishte? Kishe frikë, ishe ndrojtur? Gjithmonë kam patur frikë nga skenat. Por dëshira për të kënduar ishte më e madhe dhe erdha sonte pranë jush. Shumë mirë bërë, Alisa, bravo. Alisa, mos, përse zgjodhe këtë material? Të pëlqen kjo këngë? Ishte pak e vështirë për ty, nuk e di, nuk të rinte, nuk ishte për kordat e tua, kush ta sugjeroj? Edhe ngjante sikur po e këndonte për qefin e vet, domethënë, po sikur kishte frikë nga zëri i vet mbi të gjitha. Eksakt, jam shumë dakord. Në fakt, mund të këndoj diçka a kapela për ju, nëse më jepni një shans. Dëgjoj, më fal, Alisa. Alisa, më dëgjoj. Unë mendoj se në momentin që shfaqesh, kushdo që të shoqëron këtu nga publiku, përveç se është dashamirës yt, asgjë tjetër. Pra, të mbështesim me duar të kytje, me sy, me zemër, që ti të japësh më të mirën tënde. Dhe në momentin që del në skenë, duhet të kuptosh, Zoti një është dhe është i madh. Po ti të thuash, Zoti më ka nxjerrë mua sot këtu në skenë dhe të këndoj për qefin tim, për qefin e publikut, do jap më të mirën dhe ikën emocioni. Shumë faleminderit. Sepse kontraktimi psikik bën kontraktimi fizik, të më falësh, unë nuk jam këngëtar. Po. Unë respektoj guximin dhe nuk e quaj atë që ti shiko se erdhe sot, edhe sikur të marrësh një dhe tikësh, ti duhet të vazhdosh këtë lloj, përdesa e ke pasion, dashuri dhe nesër ta kthesh në profesion. Pse jo? Zërin e ke. I thash të gjitha unë. Shumë faleminderit. Unë mendova se vetëm fillimi ishte i pasigurt, prandaj nuk e dhash në fillim butonin e koq, por ti vazhdove gjithë kohën me pasiguri. Duke fillu nga shikimi, nga gestikulacionet, gjë që u reflektu edhe në këndim. Ishte një pasiguri e madhe, edhe unë nuk besoj që kjo me kohë hiqet. Unë besoj që duhet ndoshta shumë eksperiencë në skenë, në rastin tënd, që të hiqet. Mirë po një gjë guxoj ta them, skena është për guximtarët. E lyp, e kërkon guximin. Duhet ta kesh. Hajde ta këndoj një a cappella, me që donte. Kërkoj të këndon në një këngë a cappella. Unë mendoj që duhet t'ja plotësojmë. Po, jam dakord, ja plotësojmë, po si jo. Oh no, here we go again, fighting over what I said. I'm sorry, yeah, I'm sorry that I love, no, I'm not good at this, but I can't say I'm innocent, no, hardly. But I'm sorry, and all my friends, they know and it's true. I don't know who I am without you. Get it back, baby, get it back. Oh, tell me you love me. I need someone on days like this, I do. Alisa, unë mendoj që ti të vazhdosh të punosh, të kërkosh të vetja jote, dhe në sezonin 3 të Albania's Got Talent, ti pa tjetër du të guzosh të kërkosh këtë skenë, edhe në mos qofsha unë këtu antar jurie, do e dikush tjetër dhe do të thotë bravo, ti duhet të punosh. Mos u tryq mbrapa, mos u dorëzo. Për mua, ky është dërsimi im. Jam dakord me Gonin, besoj se ti ke shumë punë për të bërë përpara, për të përmirësuar vokalin tënd, dhe mendoj se ti duhet të përqendrohesh në një zhanër tjetër, pak më pak teknik, se sa këto këngë, këto dyja që solle sonte, me trille, me kalime të tjerë. Sepse nuk je gati teknikisht për të përballuar. Merë materiale pak më të thjeshta. Kjo është këshilla që t'jap unë, edhe të mirëpresim sigurisht në edicionin e vitit tjetër. Shumë faleminderit. Faleminderit. Di për çfarë jam i mirë unë këtu? Për të dhënë përqafime. Faleminderit. Ti je shumë e mirë dhe mërzitja është ditën e parë, ditën e dytë, ja ditën e tretë. Po mbas shumë kohësh do kuptosh sa gjë të mirë ke bërë që ke thyer një copë zakulli. Unë gjithsesi nuk mendohem. Jo.
as pak. Tani e kuptoj se çfarë vlere ka të dilja të skenë, sepse kuptova shumë. Është hap i rëndësishëm, edhe u thami që skena është për guximtar dhe ti je guximtare. A ka nevojë për përmirësime? Po, të gjithë. Shumë faleminderit. Suksese shumë. Bëj pak mimikat e tua të kërcimit. Bravo, bravo, rrotullohu, bëj një rrotullim. Okej, super. Hoara, gjatë photoshooting më lodh gjithmonë sepse shumë energjike dhe fillon me ushtrimet e saj të gjimnastikës. Por ka një sekret shumë të bukur në skenë që e bën më të veçantë, që është janë mimikat. Si dhe ishtë skenë sot? Po energjike? Shumë energjike. Si që është yll i vogël? Hoara. Ta gëzosh emrin e bukur. Sa vjeqe je? 7. Shiko, do të pyesja se a do bësh goca ime, por nuk dua të të pyes, sepse të gjitha po më thoni jo. Do bësh goca ime. Hoara, se pas kam e qef shumë. Çfarë do bësh ti sonte? Do kërcej. Kërcej. Mount Everest Wow. ain't got shit on me. Mount Everest ain't got shit on me. 'Cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah. Sa bukur. Mount Everest ain't got shit on me. Ishe yll fare. Përveç se ishe shumë e mirë në lëvizje, më pëlqeu si po e përjetoje të gjithë këtë magji. Gjithat intenzitet me fytyr, me buz, me sy, me flok, me gjitha. Nga unë e ke një po. Hoara, unë nuk jam balerin dhe nuk e kuptoj dot lëvizjet e tua, nëse ti i bëre mirë apo nuk i bëre mirë, por unë në vendin tënd nuk do kisha mundur t'i bëja dot ato vertikale, ato rotullime, ato sparkata. Dhe mu dukon që ti bërje gjëra të vështira dhe shumë të bukura. Prandaj, duke mos qenë disiplina ime dhe duke qenë se ti je vogël, u impenjove shumë dhe kalove edhe emocionet e skenës e të tjerë, unë them po. Faleminderit. Jo, Elsa është shumë diplomate, ë? Më thënë, e karakterizon vokali jashtëzakonshëm, fakti që një ndër artiste më të mira dhe të mëdha kontemporane shqiptare, por sigurisht që e bën në të gjithë Michelle e bën edhe një diplomaci e madhe e saj e brendshme. Sigurisht që unë ja kuptoj. Diplomacia në këtë rast ka të bëjë me moshën. Pikërisht. Edhe unë jam një mama goce. Unë ta kuptova. Edhe unë jam një papa e një vajze 13 vjeçare, kështu që ne papallarë dhe mamallarët. Ka dhe gjyshur këtu. Na falën zotri. Kështu që Hoara, ne nuk jemi edhe teknikisht për të gjykuar në të gjithë lëvizjet që ti bëre. Për mua ka një rëndësi shumë të madhe interpretimi dhe brëndësia e madhe asaj që ti po bëje,
për mua kaq mjafton për të çuar ty më një herë në një hap tjetër për të thënë po. Faleminderit. Erdhe si një zizëllonje bukur në një natë të bukur behari, themur, vere, i thoni ju keni fëmijë, sa bukur në argëtove, nuk ma mirë të mëndja që t'ishe kaqesh dërdjelët dhe kaqesh katët, t'ishe tamam si puna i një plasteline që bëheshe si të doje, shumë e bukur dhe shumë një yllje. Bravo. Faleminderit. Po. Faleminderit. Bravo mi shoqe, bravo, sa bukur ti. Do kemi mua për që po e mami se Bravo. mami u knaq shumë që ti nuk harrove asnjë lëvizje. Po edhe po Ja. edhe po ti harroje me ato sy të bukura që ke ti. Vetëm të rrije para kamerës, më të vetëm të rrije aty, edhe e fitoj ato kate. Po bravo, bravo, bravo. Sukses. Kam rënë 2 herë në dashuri. Njëra ishte me shikim të parë. Kam qenë vetëm 3 vjeç kur dashurova me piano. E dyta është kënga, e cila fitoi këtë herë. Jam Amarda dhe vi nga Durrësi. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. 'Cause since I've come on home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie. Did you have to go to jail? Put your house up on for sale? Did you get a good lawyer? Ka një interesante në Brum, por nuk po e I hope you didn't catch a tan. I hope you find the right man who'll fix it for you. 'Cause since I've come on home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. ka potencial për shplatësh, njësoj. Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water, and I think of all the things what you're doing. In my head I'll paint a picture. And since I've come on home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, E zakonshme. Valerie, 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 Valerie. Why don't you just come over, Valerie? Mbrëma. Mbrëma. Si quhesh? Amarda Zelo. Amarda. Amarda,
Gjithmonë brenda mundësive të tua, duke qenë se mua personalisht nuk I di antarët e tjerë të jurisë, por nuk u binda për faktin se vërtet që je intonuar, e bëre disi performancën tënde, por rotulloheshe gjithmonë aty, tek ajo vorbulla, ishe shumë e sheshtë, dhe mbi të gjitha nuk më dhurove emocione, ishe sikur, me thënë, nuk di si t'i gjej fjalët, mua nuk më emocionove. Nëse ti ke dëshirë gjithmonë, ke përgatitur një material tjetër të vogël, një zhanër tjetër, një këngë tjetër, edhe a cappella, nëse të është e mundur? Ndoshta këngën Daddy Lessons nga Beyoncé? Po, si mendoni, ata dëgjojnë? Nuk ka mendime në këtë moment, edhe nuk ka ndoshta, edhe në këtë ti thjesht e kryen në këtë gjë. Thjesht e kryen. Daddy made a soldier out of me. Ooh, Daddy made me dance, and Daddy held my hand, but Daddy liked his whiskey with his tea. And we rode motorcycles, blackjack, plastic vinyl, tough girl, what I had to be. He said, take care of your mother and watch out for your sister, and all that when he gave to me. With his heart, with his head held high, he told me not to cry. Oh, my daddy said true. Oh, my daddy said true. Je korrekte në intonim, je korrekte në ritëm, dhe aty mbaron çdo gjë. Nëse t'jesh e zakonshme, është synimi yt, e ke arrit. Gjatë gjysmës performansës ke shikuar anash diku atje. Nuk ishe fare këtu. Nuk na përqove, se e tha edhe Edza, po e marr guximin me thonë edhe one, nuk na përqove atë që kënga duhet ta përqoj. Nga njëherë, edhe kur gabojmë, jemi vetvetja, jemi t'jashtëzakonshëm, nga njëherë tolerohet edhe gabimi. Ti gabime nuk kishe, teknikisht po flas, por në anën tjetër shumë e drejtë, shumë e zakonshme, shumë e urrejt të them me thjesht, po e them me zakonshme. E kuptoj. Më fal. Amarda, je parfare kur dalim në skenë, kërkojmë që duke kënaqur veten, kënaqim ata që na ndjekin. Gjatë gjithë performancës së parë, në çdo dallgëzim kënge, ti gjithmonë kokën e kishe në skenë, nuk kërkoje sy. Në ligjin e skenës është kështu. Kur del në skenë, duhet ta kapësh syrin e publikut dhe fytyrën figurativisht të pap kështu për fyti dhe e treqë rrotullon sipas vetes tënde. Njerëzit duan të argëtojnë, duan të kënaqin muzika, zëri yt ke zë të mirë, për mua ke zë të mirë dhe realisht duhet të ecësh. Unë mendoj se në këtë rrugtim ti ke nevojë dhe për një përpunim tjetër dhe unë kam shumë dëshirë që të t'jepet mundësia të prezantohesh edhe një herë tjetër. Unë do t'jap po, ta tjerë bëjnë çfarë të duan. Bravo! Faleminderit. Unë mendoj që përveç gjithë atyre që folëm, sonte nuk është momenti jot i duhur që ti të vazhdosh rrjedhën tënde në Albania's Got Talent, të paktën sipas meje. Unë mendoj që momenti jot i duhur nuk e di se kur do të jetë, megjithatë kjo skenë është e hapur sërish vitin tjetër. Për mua sonte nuk kalon. E kuptoj.
Unë e vlerësoj gjithsesi shumë opinionet, mendimin, këshillat dhe shpresoj që herën tjetër kur të shihemi t'i kem rregulluar atëherë. Bravo. Shumë faleminderit. Jo. Kjo është sjellja e duhur. Nga momenti që edhe nga kënga e dytë, unë nuk mora prej teje për fat keq emocion, ndjej pak atë boshllokun brenda teje dhe jo motivimin, nuk je aq e motivuar sa për ta ngrënë skenën me dhëm, të dalësh edhe ta rrëmbesh. Po, është e vërtet. Nuk na edhe këtë, se mund t'i kishim harruar gjithë tjerat. Dhe pastaj do t'je bravo. Kështu që për mua duhet punosh akoma dhe për mua sonte është jo. Nuk e dia duhet ta shtyp butonin apo jo, por jo, është në. Besoj që e ke kuptuar që edhe nga unë është jo, sepse skena nuk i duron të zakonshmit. O këtu votat shiten e blien. Faleminderit Amarda. Marta, shumë faleminderit. Shihemi vitin tjetër. Ja, të presim. E di çfarë bëjmë ne këtu? Ne përqafohemi, ti jemi mikrofonin, ne përqafohemi. Dëgjoj. Ti je vajzëzuar dhe nuk mërzitesh, po teksa po dëgjoj edhe komentet e ris më erdhi kjo gjëja që sa më e vështirë të jetë rruga, do të më kujtosh një ditë, unë do jem plak, ti do më kujtosh, sa më e vështirë të jetë rruga, aq më shumë shijohet finishi, po them apo rezultati. Kështu që ti më duket që nuk ke lëshon kollaj këtë gjë. Absolutisht. Se je shumë e talentuar. Faleminderit. Suksese shumë. Jam i bindur që na urreut 4 dhe nuk edhe unë jam shumë e bindur, po jo, vitin tjetër ka për të ardhur dhe do na bindi. Ti do shikosh. Po, mu duk shumë e motivuar që ajo të nuk i pranoj keq kritikat tona. Është vajzë e zgjuar. E pash sytë e saj, po. Unë mendoj që duhet t'ja kishit dhënë një shans. Ashtu thua? Nuk më besohet se sa shpejt i ka ardhur fundi edhe mbrëmjes së sotme. Nuk ishte një mbrëmje dosidos sepse në skenën e Albanian's Got Talent nuk ka mbrëmje që i ngjan njëra tjetrës. Mbi të gjitha, i gëzojmë një golden buzzeri të kësaj puntate. Kemi një tjetër finalist që na pret për finalen e madhe me shumë surpriza dhe emocione. Por kemi kohë. Kemi kohë deri atëherë. Faleminderit gjithë atyre që bëjnë të mundur realizimin e kësaj patente, këtij spektakli që ka mbledhur bashkë të gjithë familjen. Edhe ju jemi shumë mirënjohës që na ndiqni, na komentoni, na shpërndani dhe personazhet që janë gjetur deri më sot i keni bërë tamam personazhe të rrjeteve sociale. I doni, komentoni edhe i vlerësoni. Për këtë ju jemi shumë mirënjohës. Nga planeti ynë i talenteve ju urojmë një mbrëmje të këndshme, pafshë ëndra të bukura dhe ju duam shumë.